Një formulë në Excel përdoret për të bërë llogaritje matematikore. Formulat gjithmonë fillojnë me shenjën e barazimit të shtypur në celulë, e ndjekur nga llogaritja e dëshiruar. Shënim: ju e merrni celulën duke e zgjedhur atë dhe duke shtypur shenjën e barazimit. Krijimi i formulave, hap pas hapi. Zgjidhni një celulë. Shkruani shenjën e barazimit. Zgjidhni një celulë ose shkruani vlerën. Vendosni një operator aritmetik. Zgjidhni një celulë tjetër ose shkruani vlerën. Shtypni enter. Për shembull, baraz 1+1 është formula për të llogaritur 1+1 baraz me 2. Shënim: vlera e një celule komunikohet nga referenca, vlera, për shembull A1-2. Përdorimi i formulave me celula. Mund të shkruani vlera në celula dhe t'i përdorni ato në formulat tuaja. Le të shkruajmë disa vlera artificiale për të filluar. Klikoni 2 herë mbi celula për të shkruar vlera në to, vazhdoni dhe shkruani. Krahasojeni me foton e paraqitur në vijim. Shënim: shkruani vlerat duke zgjedhur një celulë, pretendojeni atë duke futur shenjën e barazimit dhe pastaj shkruani vlerën tuaj. Për shembull, baraz 309. Kemi shtypur me sukses vlerat në celula dhe tani mund t'i përdorim ato për të krijuar formula. Ja se si do ta bëjmë, hap pas hapi. Zgjedhim celulën e 1. Shkruajmë shenjën e barazimit. Klikojmë me të majtën mbi A1, celulën që ka vlerën 309. Shkruajmë shenjën minus. Klikoni me të majtën mbi B2, celulën që ka vlerën 35. Shtypim enter. Këshill: formula mund të shtypet direkt pa klikuar celula. Formula e shtypur do të jetë e njëjtë me vlerën në G1 baraz A1 - B2. Rezultati pas shtypjes së butonit enter është G1 219. Shënim: mund të krijoni formula me të 4 veprimet aritmetike, siç janë mbledhja, zbritja, shumëzimi dhe pjesëtimi. Ja disa shembuj. Kemi mbledhur, zbritur, shumëzuar dhe pjesëtuar celulën A1 dhe A2 në celulat A4, A5, A6 dhe A7, sikurse që shihet në vazhdim. Në pjesën e radhës do të mësojmë rreth rangjeve apo diapazoneve dhe si mund të zhvendosen të dhënat në fleta.